Bene, tashmë dihet që pas përfundimit luftës dytë botërore, Perandoria Britanike psoi rënje të ndjeshme të ndikimit global. Dhe sigurisht u përqendrua në Iran për ku krijuan dhe kompaninë anglo-iraniane Oil, që sot është British Petroleum. A mendoni se kjo luftë bëhet për resurset që ka Irani, për influencën që ka Irani në rajon me vendet arabe, jo të gjitha, apo është një luftë fetare, apo është një luftë për të kontrolluar rrezikun e Iranit, pasi dihet që Irani është me Hamasin edhe ka subvencionuar Hamasin, që është një organizatë terroriste tashmë, ta themi këtë, dhe në anën tjetër ka dhe platformën e saj që thotë do ta zhdukim Izraelin nga faqja e dheut. Tashmë, si duhet veproj Izraeli, si duhet veproj bota në këto marrëdhënie dhe çfarë lufte është kjo? Faleminderit që të bëj një ndërhyrje të vogël për sa i përket ngushticës së Hormuzit që ju thatë akoma nuk është mbyllur. Akoma nuk është mbyllur. Me fjalë. Jo, nga lajmet ishte që është një propozim, pa akoma nuk është mbyllur, por ndoshta edhe mund të mbyllet. Për sa i përket konfliktit Iran-Izrael apo konfliktit të vazhdueshme të lindjes mesme që pas revolucionit të vitit 1979 në Iran, dhe pas krijimit të shtetit të Izraelit në 1947 në Izrael, pra një shtet i ri. Të dy këto subjekte shtetërore apo këto dy entitete të ndara në lindjen e mesme nuk është se kanë një qasje, si ta themi, shumë funksionale për stabilitetin e rajonit dhe më gjërë. Qoftë Izraeli si një shtet i ri krijuar në një territor tashmë të rrethuar tërësisht nga komshi arab, me disa luftra të ndodhur atje të 56-ës, 73-shit dhe ne i dim këto. Dhe të dy këto komponent, qoftë dhe Irani, i cili në kohën e Shahut ishte më stabilizuar, pra në kohën e mbretit Shah. Më stabilizuar, por nuk kishte asnjë opozit. Dhe ky ishte gabimi ndoshta që bëri Shahu, sepse më pas kur erdhi puna që ju shtrëngu puna, ishte i detyruar vetëm në opozit pranonte klerigjin. Po, tani Irani, lindja në përgjithsisht ka një kulturë shtetëformimi ndryshe nga Perëndimi. Pa diskutim. Dhe ka shtete që kanë monopartiake, po janë shtete të suksesshme, ka dhe shtete që kanë demokraci, po nuk e kanë suksesin e dur. Po gjithsesi lindja ka koncepte të tjera të mënyrës së organizimit së pushtetit. Flasim që për atë që tham si për konflikti, kush është shkaku i konfliktit? Patjetër që shkaku kryesor i konfliktit është ekonomia. Ne dim me fjalë burimi kryesor është ja resurset. Kështu kanë qenë gjithkohon dhe kështu do të jenë deri në ditën e fundit, me fjalë deri ditën e gjykimit. Njerëzit shkojnë mas paras, qoftë individ, qoftë shtete, kompani, grupe interesi, lobingje, dhe Irani është një shtet shumë i pasur në lindjen e mesme, ka rezerva të mëdha gazi dhe nafte, uraniumi, dhe ka një territor për 1.640.000, është një lloj kilometër katror. Është shumë shtet i madh. Jo, mbas në rajon, mbas Mbretërisë Saudite është i dyti, se Arabia Saudite është me 2 milion metra katror. Kështu Izraeli është një shtet i vogël me 22.000 kilometra katror, po ka një ndihmës të madhe teknologjike nga SBA-ja, në fakt nga Perëndimi, popull që punon, kanë një armatë, një ushtri të fortë, kanë një armatë luftarake të aviacionit, si po e shikojmë që është një teknologji e avancuar. Por të dy këto entitete kanë në përbërje kryesore të formimit të tyre religionit. Irani është me besimit islam, por i sektit shiit, pra një grupim i shiit, i cili është grupimi i dytë më i madh tradicional i besimit musliman, ndërsa Izraeli janë hebrej, pra, dhe hebrej me një besim shumë të vjetër relativ që dhe besimet e tjera abrahamike kanë një ndërlidhje me besimin e parë, cilin nga koha e babait ton Abrahamit, që thonë, apo nga Mojsiu, profeti i tyre i rëndësishëm. Dhe në përbërjen politike të dy këto shtete sot kanë kushtetuta të cilat akoma ndryshojnë nga bota moderne. Izraeli nuk ka një kushtetutë shkruar, ka ligje.
Ndërsa Irani ka një kushtetutë ku barimi i religionit vjen nga burimi shiit i mendimit fetar. Pra, praktikisht Irani është një shtet autokratik, ndërsa Izraeli është një shtet me demokraci, po pa kushtetutë të qartë laike apo teokratike. Pra, diçka e ndërmjetme. Ky është kuptimi im për atë që është, besoj se janë dhe fakte shkencore këto tashmë. Realiteti politik tani në Izrael, ne kemi një qeveri e cila drejtohet nga një koalicion i djathtë fetar me Likudin me 33 deputet edhe me partit fetare konservatore, të cilët nuk e njohin Palestinën, nuk e njohin autoritetin e kufive aktual të shtetit Izraelit, po duan një zgjerim të kufive natyral të atij shteti atje, të cilët bëjnë për pjesën ndërmuese të politikës së të djathtë të Izraelit. Në Iran ne kemi shumë pakica kombëtare dhe fetare të ndryshme. Kemi pakicën arabe, Ahwaz, kanë qenë një mbretëri e ndarë në kohët të mëparshme, kemi azerat që janë 20 ca milion, kemi kurdët dhe pra kemi shtete komplekse. Prandaj ky konflikt midis Iranit dhe Izraelit merr këtë përmasën në rajon sepse të rajoni është i prekur qoftë edhe kulturalisht, është i prekur dhe politikisht, është i prekur dhe ekonomikisht, është i prekur në gjitha fazat. Kështu që religioni është i rëndësishëm, por nuk është elementi kryesor. Elementi kryesor i këtij konflikti është frika ndoshta legjitime e Izraelit, ndoshta jo për të tjerë, të cilët thonë që unë jam shtet i pajisur me armë bërthamore dhe çdo shtet tjetër që është i pajisur me armë bërthamore në lindjen e mesme përbën një rrezik permanent për perspektivën time të ekzistencës si shtet. Dhe në doktrinën e Iranit, nuk si doktrinë politike flas, nuk flitet për azjesimin e shtetit Izraelit, është një retorik politike, në fakt, një retorik politike. Nuk e kanë doktrinë? Jo, ato nuk e kanë të doktrinë të shkruar, por e kanë në retorik politike një pjesë e rëndësishme e tyre, e mullave që drejtojnë atë shtet atje, dhe ato kanë dhe një problem tjetër influencë. Mirë, po kjo edhe nëse është politike, nuk është sankcionuar në kushtetutë, edhe si retorik e këtyre mullave është kërcënuese, apo aq më tepër një Izrael që është 10 milion edhe rrethohet nga jam shumë dakord. Sa 100 ca milion arab. Nuk jam kundra, 300 ca milion. 300 ca milion arab. Por e njëjtën gjë edhe në Izrael në këtë shtet vogël ka një retorik azjesuese për palestinezët, nga një pjesë politike, jo nga gjithë. Jo, jam dakord, po është luftë për ekzistencë kjo punë. Këto e kanë kthyer në luftë për ekzistencë. Për mua është një debat i cili nuk ka gjetur ursinë dhe pikurinë e duhur të dialogut mes në fakt kam qenë jo mbështetës, se unë nuk jam faktor që të mbështes, po si një identime personale, për kjo marrëveshja abrahamike, cilën e inicioi në vitin 2016-2017 midis shteteve, është një zgjedhje e mirë që këto shtete të bashkëjetojnë dhe të jetojnë, se në realitete të përbashkëta, në realitet duhet të jetojnë, të kenë disa ligje, disa koncepte, disa kushte. Unë kam qenë në Jeruzalem, mrena në Old City, jetojnë për bukuri, aty i ke muslimanët, aty i ke jahudit, aty i ke katolikët, arabët janë 21% e shtetit Izraelit. Jam dakord. Arabët brenda, jo jashtë, brenda territorit të shtetit Izraelit. Brenda, pa West Bank e pa rrjetin e Gazës. Po janë qytetarë të Izraelit. Po edhe arabët vishin nga West Bank edhe nga me një lloj azhvizje apo një lloj kontrolli, edhe nga Palestina vishin mrena në Izrael. Gjithmonë ku funksionon bashkëntesa, pranimi i tjerit, respektimi i tjetrit. Gjithmonë kur ishin laikët ato që i drejtoshin politika, kur ishte Shimon Perezi, Yasser Arafati, kishte luftë, po pishin edhe alkool, ulshin në tavolinë, bëshin një bisedë.